për mbrojtjen e fëmijëve. Jemi sot bashkë këto me organizatat anëtare në këtë aktivitet ndërgjegjësues për të shprehur pakënaqësinë tonë për mos konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe ndikimin që kjo bllokadë ka në proceset e mbrojtjes së fëmijëve. Kjo bllokadë po shkakton stagnime në reforma dhe në procese të ndryshme të mbrojtjes së fëmijëve. Prandaj jemi këtu bashkë me organizatat anëtare për të bërë thirrje drejt deputetëve që të reflektojnë dhe të ngrisin përgjegjësinë e tyre institucionale përballë nevojave dhe vështirësive dhe realitetit të rënd të fëmijëve në Kosovë. Proceset të shumta janë stagnuar sa i përket mbrojtjes së fëmijëve, duke filluar me politikat sociale për mbrojtjen e familjes dhe mbrojtjen e fëmijëve. Një mëri projekt ligjesh kanë mbetur të pamiratuara, procese të stagnuara, sikurse projekt ligji për ndihmën e asistencës sociale, i cili pritet të ndikojë në reduktimin e varfërisë së fëmijëve dhe fuqizimin e familjes, projekt ligji për të drejtat, njohjen, vlerësimin dhe përfitimet dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuar, i cili pritet të ndikojë në rritjen e shërbimeve dhe qëndrueshmërisë së shërbimeve për të gjithë fëmijët pa dallim të cilët janë me aftësi të kufizuara. Ka stagnuar po ashtu reforma e nisur me ligjin e ri për shërbime sociale, projekt kodi civil, i cili parasheh rregullimin më të mirë dhe mbrojtjen më të mirë për fëmijët pa kujdes prindror. E gjithë kjo pako e projekt ligjeve ka qenë paraporti miratohet në vitin 2025 dhe kemi stagnime në këto procese. Krahas fushës sociale, stagnime ka po ashtu dhe në fushën e shëndetësisë. Një muri ligjeve ka mbetur të pamiratuara, projekt ligji për shëndetësi, projekt ligji për shëndetin mendor, projekt ligji për ndalimin e pijeve energjike për personat në 18 vjet, fëmijët. Pra gjitha ajo këto janë pako të ligjeve të cilat ndikojnë në shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve. Po ashtu pa një kuvend të konstituar, nuk mund të kemi edhe investime, le të themi, në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. Dihet tashmë që shërbimet sociale në vazhdimsi përballen me krizë të financimit, sikurse sektori publik ashtu dhe jo qeveritar, dhe projekt ligji për financat e pushtetit lokal, po ashtu procesi rreth miratimit të tij ka stagnuar. Ky projekt ligj parasheh krijimin e një granti të veçantë për shërbime sociale, i cili do t'ju dedikojë komunave për mbrojtje të fëmijëve dhe mbrojtje të familjeve. Krahas mandatit ligjvënës të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kuvendi ka po ashtu rol, mandat mbikëqyrës për zbatimin e ligjeve apo monitorimin e zbatimit të ligjeve. Ky vakum institucional sigurisht që do të ndikojë në ulje të llogaridhënies në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve. Në situatën të cilën jemi si shtet, duke pas parasysh dhe masat e Bashkimit Evropian dhe vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tërheqje të ndihmës ndërkombëtare në shtete duke përfshirë të Kosovën, është momenti që deputetët të përmbushin përgjegjësitë e tyre kushtetuese dhe institucionale në mënyrë që të kenë parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. Faleminderit. Pyetje? Po? Keni pas komunikim me dikën prej partive, qoftë prej deputetëve, dhe është synimi juaj sot që të përcjellni këtë mesazh edhe drejt për drejt në një komunikim me deputetët që tash vetë se pritet disa kanë hyrë disa pritet. Pikërisht ky aktivitet ndërgjegjësues është mesazh për të gjithë deputetët e Kuvendit, pa dallim, pra pa asnjë parashtim për gjitha partitë politike. Ne domethënë thirrjen ju a bëjmë deputetëve, sepse domethënë ata janë zgjedhur bazuar në vullnetin e popullit dhe përfaqësojnë të drejtat dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe ne në emër të koalicionit të OEQ-ve për mbrojtje të fëmijëve, në emër të fëmijëve dhe familjeve, japim këtë mesazh drejt deputetëve që përgjegjësitë e tyre kushtetuese të përmbushen dhe të kenë gjithmonë, domethënë, në vendimet e tyre të kenë parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. Ne si koalicion do të shohim, do të analizojmë situatën pas këtij aktiviteti dhe sigurisht që në bashkëpunim me organizatat anëtare dhe bordin drejtësues do të marrim edhe vendime dhe veprime të tjera. Dua të rikujtoj po ashtu që situata të drejtave të fëmijëve në vend nuk është e mirë, siç e dim. Statistikat në fushën e mbrojtjes së fëmijëve janë alarmante. Ne kemi një përqindje të lartë të përdorimit të dhunës ndaj fëmijëve, rreth 72% në bazë të dhënave të fundit të fëmijëve deklarojnë që përjetojnë forma të dhunshme të disiplinimit brenda mjediseve familjare.
kemi një përfshirje të lartë të fëmijëve në punë të rënda, rreth 5% të fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë të rënda. Fëmijët me aftësi të kufizuar dhe personat me aftësi të kufizuar, po ashtu kanë sfida jashtëzakonisht të mëdha në marrjen e shërbimeve të tyre. Përdorimi i drogave dhe substancave të tjera narkotike është në rritje vit pas viti, tashmë numri ka kaluar. 20 çka presni, cilat janë pritshmëritë